Papa Francesku, lideri shpirtëror i rreth 2 miliard katolikëve në mbar botën, ka ndërruar jetë në moshën 88 vjeçare pas disa problemeve shëndetësore që e kishin shoqëruar muajt e fundit. I shtruar me 14 shkurt në Spitalin Xhemeli të Romës për shkak të pneumonisë, Papa përjetoi disa episode të rënda të dështimit frymarrjes, duke përfshirë bronkospazma që kërkuan trajtim intensiv dhe ventilim mekanik jo invaziv. Megjithatë, ai doli nga spitali muajin e kaluar dhe u shfaq për herë të fundit publikisht gjatë meshës së të dielës së Pashkëve në sheshin e Shëmpjetrit. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. I lindur si Jorge Mario Bergoglio me 17 dhjetor 1936 në Buenos Aires të Argentinës, ai u bë papaj 266 i kishës katolike me 13 mars 2013, duke u shndërruar në papën e parë nga Amerika Latine, si dhe papën e parë jezuit në histori. Që në rinin e hershme, Bergoglio u shua për intelektin dhe ndjeshmërinë ndaj të varfërve. Ai studioi kimin, por e braktisi shkencën për t'u përkushtuar rrugës fetare. Në moshën 21 vjeçare, me 1957, ju bashkua urdhri të jezuitëve, një nga degët më disiplinuara të kishës katolike, që njët për theksin në edukim, për ulësi dhe shërbim. U shugrua me shtar në 1969 dhe vazhdoi të ngjitej në hierarkinë fetare si mësues, rektor dhe drejtues shpirtëror i komunitetit jezuit në Argjentinë. Me 13 mars 2013, pas dorëheqjes së Papa Benediktit të 16, Jorge Mario Bergoglio zgjoll pap duke marrë emrin Francesku në nder të Shën Francesku të Asizit, simboli i thjeshtësisë dhe përkujdesjes për të varfrit dhe natyrën. Ishte papa i pari jezuit, i pari nga Amerika Latine dhe i pari që zgjolli emrin Francesku. Zgjedhja e emrit sinjalizoi një ndryshim, një pap që do të qëndronte pranë të përulurve dhe që do të përqafonte reformën, jo privilegjin. Që në ditë të para të papatit, Francesku theu shumë nga traditat e Vatikanit, zgjolli të jetojë një apartament të thjesht në vend të rezidencës papale, refuzoi lavdinë e pushtetit në favor të thjeshtësisë, preferoi të udhëtonte me makina modeste dhe të takohej me të varfrit, burgosurit, përjashtuarit e shoqërisë. Papa Francesku do të kujtohet si një reformator i qetë, por i vendosur që u përball me sfidat mëdha brenda kishës, përfshirë skandalet e abuzimit seksual, pabarazinë gjinore dhe krizën globale të besimit fetar. Ai u bë një zë i fuqishëm në mbrojtje të mjedisit, të drejtave të emigrantëve dhe një kritik i hapur i sistemit ekonomik global. Deklaratat e tij të guximshme shpesh ndan opinionin publik dhe nxiten debate në qarqet konservatore të kishës. Por shumë njerëz në botë, Papa Francesku ishte më shumë se sa një figurë fetare. Ai ishte një simbol i shpresës, i barazisë dhe humanizmit që mbrojti të pambrojturit dhe u përpoqte të afronte kishën me realitetin e shekullit 21. Lam të mirë atilo një boshllëk të madh në Vatikan dhe në zemrat e miliona besimtarëve, por edhe një trashëgimi të pasur me mesazhe të thella për paqen, dashurinë dhe drejtësinë shoqërore.